Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Vajza po djalë, Sara zbulon gjinin e bebit. Një ditë pasi njoftoi ekskluzivisht në emisionin e saj se ajo dhe Barti do të bëhen prindër për herë të dytë, Sara Gjordeni ka thyer heshtjen përmes një postimi në rrjetet sociale. Pasi mori urime të shumta në Instagram, ish-banorja e Bigut ka ndarë me ndjekësi detajet e para mbi këtë pritje të ëmbël. Sara pranoi se kjo shtatzani e dytë po rezulton disi më e vështirë për të sa i përket simptomave fizike, ndonse konfirmoi se foshnja është në gjendje shumë të mirë shëndetësore. Bebi është shumë mirë, por është një shtatzani të cilën nuk do e konsideroja të lehtë sa i përket simptomave të mia. U shpreh ajo duke falendëruar publikun që e bëri të qajë nga dashuria me mesazhet e tyre. Mes të tjerash, ajo ka sqaruar edhe zërat që kanë qarkulluar menjëherë në rrjet se vajza e tyre Nea do të bëhet me një motër. Sara theksoi se thashethemet për gjinin nuk janë të vërteta, pasi as ajo dhe as Barti nuk e din ende nëse do të jetë djalë apo vajzë. Ajo premtoi se këtë detaj do ta zbulojnë vetëm atëherë kur të jenë gati.